Në Belgjik, vetëm në muajin tetor, 420 shqiptar kanë kërkuar azil në justifikimin e rrezikut të jetës në vendin e origjinës nga gjakmarrja. Por vetëm 3 familje janë zyrtarisht në mbrojtje dhe kanë bazën e plotë ligjore për të përfituar një status të tillë. Gjin Marku, Komiteti i Pajtimit të Gjakut, thotë se të gjitha kërkesat e tjera janë abuzim dhe vërtetimi është siguruar në mënyra korruptive. Numrin realisht të familjeve të ngujuara dhe në hasmëri, në rrezik të hasmërisë nga gjakmarrja në Shqipëri kemi rreth 1600, por shumica e këtyre nuk e duan të drejtën e azilit, por duan që t'u zgjidhet pajtimi. Po nuk është numri, është ekstrem ai numri që kanë thënë 400-600, sepse në Belgjik ne kemi 3-4-5 familje maksimale që bashkë me këto shoqatat e tjera që i kemi dorëzuar, si thuash, informacionin e enteve të azilit atje që këto rrezikohen, dhe ato komunikojnë dhe me telefona me ne se si po ecën situata. Ky fenomen rrezikon të shndrohet në një biznes të rrezikshëm, pasi të gjithë azil kërkuesit në mungesë të justifikimit politik do të synojnë të përdorin gjakmarrjen. Prodhimi i një sasi dokumentash ose mund të themi vërtetimesh është një fallcitet ose një burim i pist biznesi që sill pasoja mbi viktimat e gjakmarrjes që realisht e duan të mbrojtjen në Evropë. Dhe nuk është se nuk është dhënë kjo mbrojtje në Evropë, po është dhënë pikërisht mbi bazën e një raportimi të saktë dhe rigoroz nga zyra e Komitetit Pajtimit Ndërkombëtar kur ata e kërkojnë të informacion. Marku thotë se dhe Policia e Imigracionit ka qenë deri diku përgjegjëse për situatën e krijuar, sepse ka sjellë me vonesë të dhënat për secilin rast. Alarmi ka ardhur nga Belgjika vetëm një ditë më parë, ku qindra shqiptar në petkun e gjakmarrjes kanë kërkuar azil politik në këtë shtet.